Fitua për me një eksport për shalë 100.000 euro. Pej 2017 eksportojnë në Zvicër. Me baranicë, profesion i zëtnive, investimi u konë dikon 40% fitimit ka marrë investimi. 30.000 euro është për 1 hektar. Bujqësia ka herish nuk ishtë si bigjozë, se në bigjozë më nëshme hargju paret me 1 herë. Në bujqësi i hargja paret e se hajtan heq veç kër tjesh me dur në gjepa. Asë një ojri nuk del jashtë, veç minimua me fillu e biznisin bujqësi. Blektëri, qka dush, krejt janë produkte që ka çmimin e mirë tash. Nuk ka kur gjë që su shqitë në Kosovë, vitin e kalu. Na s'kem ditë që ajnë baranicët e s'kem ditë asë që egzistojnë. Ti kam 2 punëtor të mirë, bile edhe mua më kam bo punëtor. S'kom punuar në kur. Kishe erë kjo vetë vendosja në fatën peci me ndryshu, te i ke pa ndryshoj. Fakt nuk ka ndryshua i heq kur gjë heq. Njerëz të njëjt i marrin grantet, pastrojnë paret, ndërtojnë banesa, ndërtues janë shumica ata, qelin biznese me paret bojgjve. Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në qytetin e Podujeve, saktësisht në fshatin Llapashtic. Kemi ardhur me vizitu Muhamet Murati, i cili ka më na tregu më shumë rreth punës që e bën, i cili ka mbjell mbi 5 hektar borunicë dhe mjetra, ku ka më na tregu më shumë rreth punës tij. Për më shumë ndiqni historinë në vazhdim. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, mirë faleminderit. Çu shko kalon? Mirë shumë. Apo na tregon pak për punën që e bën, që merresh me kultivimin e borunicave dhe mjetrave. Po, tash, domethënë para 2 ditë e kena përfunduar krasitjen, që është shumë e rëndësishme te borunica. Ja hikom llastart e vjetër, domethënë i lona llastart e ri, edhe i ndajmë, domethënë llastart që kanë sytha më shumë, sytha të frutave. Të dallohen në pamje kështu, janë më të fryt edhe më të shëndetshëm. I lëm do llastart vazhdimisht për me konë cilësia e frutit më e mirë, bën me pas më pak fruta, po kështu në sasi nuk humb kur gjë, se fruti bëhet më i madh edhe nuk hupën sasi veç në kualitet, në rrecet kualitet kur bëhet krasitja e mirë. Sa kohë e bën këtë punë? Sa vjet? Me baranica pej 2015-s. 2015 që atëherë. Po, në 2013 kena filluar me mjedra, një projekt i USAID-it të konë, u konë thirrje për krejt, kush ka dash me aplikue për me kultivu mjedra. Ato, një fush tjetër që i ku mjell të parën me baranica, kur ja kena bo analiza tokës, u dalë si toka ka përshtatshme për borunica. pH-ja toka acidike, çashtu e kërkojnë borunicat. Edhe atë pjesën e kom pas me mbjell me mjedër, po e lam. Kujtim Lepoja është ekspert, doktor i mjedrës, ka doktoru në mjedrë, a i në atë kohë, na s'kem ditë që ajnë borunicat e kultivuar me Amerikan. Kem ditë që veç borunicat bjeshkës, borunicat tegra. Do me thonë se keni ditë Hiç s'kem ditë as që egzistojnë. Du të me folë shumë të vërtet. Edhe a i më tha, le këtë tokë, le për borunica, se pas ka pH-n e mirë tëllët, si pa dalë 4.5, edhe tani e lash ato, nuk i mjella, i mjellën veç 2 hektar mjedra, edhe lam një vit, pas një viti, na përkraju sa i di me dafidone. A është ma e lehtë me marrë me mjedra me borunicë? Me borunicë thojnë është profesion i zëtnive, po nuk është, se do shumë me punue, edhe do të me mirë mbajtë tokën, edhe ujtë, edhe me imbrojt për i barojë, ka punë ma shumë, po është, për treg është me sigurt. Nuk ndryshon çmimi, nashta mundet me ndryshu pak me rase, më ngrit, po për treg është shumë e sigurt investimi në borunicë. Sa është çmimi i borunicës, 1 kilogram borunicë, për shembull? Po me shumicë, vitin e kaluar i kena shit, fillim 5 euro kon, me shumicë,
Mas 2 jave të vjeljes, fillimit vjeljes, u ngrit në 6 euro, çmimi i shumicës. Sa i fiton brenda vitit? Po, ka dhe harxime, investime, vazhdimisht me ushqim, me punëtor, për me pas sukses po do të me investua kogja shumë. Sa po një investimi që e ke bërë? Po, investimi u konë dikon 40% fitimit i ka marrë investimi. Për para se me fillu me këty investimi, me shit. Deri, po, edhe masit përfundon vjelja, a 5 do të me mirë mbajt fushën. Do të me mbajt me ujitje, me ushqim prapë. Pas përfundimit vjeljes do të me ushqyë për me kriju që ta sytat për vitin e arshëm. Me formu sytat, me ushqyë që me dalë ka fusha që nuk i kanë që ta sytat qështu që ka shumë. Se kjo që ta sytat do me thonë bëhen lule, edhe lulet fruta, dikush nuk i ka ushqyë, ose nuk i ka dhënë ujë, këta nuk zhvillohen hiq. Do me thonë këtë vit dalin bimt, gjelbrohen, po fruta nuk dhonë. Nëse në vitin para prak, kur ka temperatura ekstreme ose diçka nuk i rrin gati me ujitje, nuk je për edhe në vitin e arshëm. Sa hektar i ke? Që tu i kam 2 hektar, edhe 2 hektar e gjys i kam që atje një fush tjetër, pa ato e në 3, edhe nuk ka shumë për mo pa. Sa trupa? Edhe 5 hektar ketë, edhe gjys hektari jem të mirë. Do me thonë investimin, që të pëna ka përkrau Saidi, faleminderit, atë tjerat i kam krye vetë investimin të em. Po llogaritë 30.000 është për 1 hektar. 30.000 për 1 hektar është investimi pa mbrojtje të breshnit, pa rrit. Qashtu tash, të llogaritë me here, 5 herë 3, qashtu. Po nuk më ka ra investimi kështu për me 1 herë ke, si vazhdimisht. Të po, të bo. Dhe pe ke të tjere punëtor, sa po është të shtirë me të punëtor të më marrë me këtë punë? Në vjelje nuk pritojnë me arë. Kom pas punëtor ballë, vitin e kalum, në vjelje të Boranica. Te vjelja e mjedra pritojnë. Nuk e di pse. Da të ki punëtor vetëm në kohën e vjelje? Po, ja tash i kam për me nëmbajt fusha deri sa të vjen koha vjeljes. Kur vjen koha vjeljes veç me vjetë. Apo ki vështirë për me gjetë punëtor për këtë punë, që do pas parasysh që rinia më nuk pritojnë në marrë me këtë punë. Shumë pritojnë në arë. Nashta vinë 2-3 ditë, si t'ja paguajsh, nuk vinë më hiq. Nuk e di qa bojnë, edhe këgja problem është. Vitin i kalum edhe këtë vit i kam 2 punëtor të mirë, bile edhe mua më kam bo punëtor, se vetëm s'punojshin. Dhe ishin edhe me punu me ta, edhe mua më kam bo punëtor. Se s'kom punu sikur vitin e kalum edhe që të vetë s'kom punu në kur. Do shta kur në ren nuk e kom kërë pa. Që me ishtin edhe ata? Edhe ata edhe me mësu ka pak, edhe me kon nga që ato edhe... Ta është sa je i knaqë me punëtor të të? Po, mirë, unë e gjithë jam i knaqë me punëtor. Me qëfar po ka verinia nuk po duhet marrë me punëtor? Unë e kom lutë me rogë, ta manë qyshu konë, plus me edhon bënës, me letra, ta manë kështu, me registruhe. Me 500 euro kom lutë para 3 vjetë dhe nuk dëshë. Para 3 vjetë e 500? Po. Po. Po tash... Po pse po pritojnë? Tash me mu një punëtor që tash më kushtën 40 euro. Që tash se. Veç mrena Po. ditës? Mrena ditës edhe me pauza, me ushqim. Qashtu më kushtën mu një punëtor. Të me thonë të veç investimet të uja që i ke bërë, a ka ndihmu komuna, ose a ka përkra dikush në ai tender ose diçka? Jo, unë vazhdimisht kena apliku në Ministritë Bujqësisë moti. Hala, do me thonë, për para se me mjellën e mjedra, kom apliku për një gran për me mjellë molla, atëherë qashtu më pilqejke në natyra, edhe, po jos, as që kanë marrë parasysh, taj vazhdimisht, kom lyp për kërkes, kom bo për rjet me mbrojt për i vreshnit. Kështu që 2017-ën
pak para se me fillu vjelja, te fusha e parë që e kom pas të mërë, në kohën Baranica të zhvillume bile vishin edhe pej Serbisë në arë, e pej gjithë kohët me këshu qaq mirë që e konë, pa që ashtë të deshti fote i ra breshin edhe i dëmë të i krejt. Krejt i shduku. Edhe asë që u morë me atë punë e kush që atë në e fardon shpërblimet. Po, atë vetë, tani edhe vitin e arshëm, se breshni nuk i dëmëtan edhe vitin e arshëm se ja oprish që të livoren, kurën ja oprish bimve, ja oprish sythat, edhe vitin e arshëm mëne nuk kom pas kur gjë produkt. E pëse së marë kërkush me këtë punë për dome që të kanë shkaktu, të ju a ke bua në tjetë ose të shka, cila u kanë përgjigja aty? Jo, s'ka pas atëherë s'ka pas kur gjë. Po une jom koni knash veç se fermerit që punan, nuk i vynë me përkra vazhdimi, veç një përkraj e kom dashën e pëjtynë. Unë kam edhe objektin për grumbullim. Aty poshtë i kam 1400 metra katror, këtë ministrinë kishe erë kjo vetë vendosja nëse kjo më fatën peci me ndryshu, të i ke pa ndryshaj. Për fakt nuk ka ndryshua i heq kur gjo heq. Krejt që ata servilat, që ato grupet e njëjta, i ka nda interesat ato edhe kur gjo. Të me thonë për shkon ma shumë e të njërë. Qysh u kom për pa, njerës të njëjt, pej 2009 kur i në hapë nga grante, njerës të njëjt, i morin grantet, pastrojnë paret, ndërtojnë banesa, ndërtues janë shumica ata, qelin biznese me paret bojgjve. Do me thonë atë vjedhen krejt atë shumica. Qërët është më bujt drejt, ka, dikan që e kanë përkra, na i kanë edhin pak ma ekstra që të 2 vitet e mrama. I kanë përkra do që i kanë meritu, po edhe ata kanë aplikuar kur nuk i kanë përkra dhe në moment fundit, që ndalë që të një interviste e diçka, që kanë thonë së përna përkra kërkë. Do me thonë ti ke prit diçka ma shumë dhe kryetarit tash, që është patën pitë dhe s'ka reagu? Jo, po, jo. A i bile së marrë me atë punë, heqë dhe unë s'jam të politikat, se unë e kom kritikuar një herë. Ja bu na i pyetja, ke bu na i ndryshim, tha, qa po mena, thash, po mena i thash grantet nuk për i marrën, fermer për i marrën që ata të njëjtit gjithë që i kanë marrë grantet. Jo tha, unë s'jam të politika, tha, unë s'dikur gjë veç besej që s'ka marrë kërkush grantja është kritere. Është kritere, dhëtë me në ruëp, kritere dhëtë me i përshtat, por ata njerës që ka nevoj, fermer. Jo, unë tha, s'jam të politikat, shkoj qështë. Të me thonë, po kalun edhe kapisa personale, edhe nuk po japin vendere. Po, grantet i hapin ata për krejt, që është i hapin grantet, i shpallin. Po, mus po më përkrahen, prova ashtu, prova kështu, e si eksportues, për shembull, Ministria e Tregtisë e Industrisë 2022 ne hapi një grant për eksportues. Unë jam eksportues. Unë e grumbulloj blerë për tjere edhe shes treg Zvicrës, Gjermanisë. Ata nuk më përkrahen mua. Thirrja ke për eksportues direkt. Aja i përkrahej shoqatat, që shumica e shoqata ishin konë të sajna, nemen tjetër kujna. Pastaj ju tepruan paret grantit, i qaj atje në villa, në për rrugove, në për i qaj kështë agroturizmin me zhvillua, nuk u dift aja punë. Unë e kom kritikua dhe ato vazhdimisht, kom thonë që shështë, unë s'pa shtej, as s'pa hjek kur gjë, bile pa hjekon e diqka e kësaj punë. Se të ke që prit 2015 e ki biznesin? Jo, pej 2013, unë e kom fillua me kultivua spore manafer. Ideja, kusht ka përkrati në këtë punë, a ke di që e ki me mujt mja dollë me post putem tash? Jo, në shumicën e raste, na kena tash nëse vlau punon një kompani dizajnit reklama, me të në reklama, ato kena pas me vlau në pej 2008-ës. Po në gjithë kom pas që me kom natyrë shtu, ma i kap me natyrën, se më pilqenë shtu me nejt jashtë. E ato kena financuar na këtë punë pej biznesit, kena qitë bujqësi. Paret e biznesit, i ku marrë, ne i kom shti fushë, shumicën e rastet. Qashtu. Se bujqësia ka herish nuk ishtë si bigjozë, se në bigjozë më nëshme hergju paret me një herë. Po,
në bujqësi i hargja parët e se hajtan heq veç kër t'jesh me dur në gjepa. Qështu është bujqësia. Dhe me thonë bujqësia kërkon shumë investim. Sigurisht, për me konë suksesi i mirë, duhet me investu, vazhdimisht. A ke posti sukses të mirë që e kam mbullu shumë në investimi ta? Po tash që kohën e fundit pa. Unë një kohë i kom pas 5 hektar mjedra. 2016, 17, 5 hektar mjedra. Edhe, për shembull, nuk ja ka vletën e më marrë me ato punë hiç, se më kushtoj ke bëha ki 20.000 veç me më mbajt fushin me ardhë deri te vjelja. Edhe çmimi u kon 70 cent. Vjelsat, u dash kemi pagu në atë kohë me 50 cent. Edhe unë e kom lonë, nuk i marrë hiç, veç i kom qyrë qashtë. Si u marrë me ato, i kom lonë më u zhduk 5 hektar mjedra. Dhe me thonë që kjo është, bujqësia është si kur thik me 2 teha. Ka herë ta rok mirë, po ka një herë nuk ban. Dështan, po. E mos me pas për shembull më mbulu me dikun, me një biznes tjetër, veç do të me ikë me shku azil dikun, se edhe me thonë jo me ikë që shtu pej borgje, se nuk ban ndryshe. Do me thonë nuk mund është me adol veç me Ja. Tash po se jem stabilizuar me treg, edhe është tregu i mirë, tash po. A në atë kohë ja, atër u dash veç me llogaritë si hëbi. Dhe i ceke që nëse nuk mirësh edhe me diçka tjetër ish me dole azel. Po për rinin që pëlqojnë vendin tonë nuk përdojnë me marrë me toka, e me katundit, çfarë mendimi ti? Jo, unë kam mendimin që me stimulua qeveria, shteti, me stimulua. Me allon e përkraje, sa ata trit dhe dojnë e përkraje me allon me janë gjitë dorën dikush. Unë besoj që asë një i ri nuk del jashtë, veç minimua me fillu e biznisin bujqësi. Bujqësi, blegtëri, qka dush, krejt janë produkte që ka çmimin e mirë tash. Kur gjo nuk ka që nuk shitet. Me këse perime, me tëna kulturët. A ka fitime ka këtu? Shumë. Une në Gjeltore ku shkojnë është një djallë ku hana drek, është një djallë me të his, një djallë i ri. Ai ka fillu që 3 vjetë po kultivan fafarona. Po. Edhe ai po ka sukses shumë i lumtur. I ri që tash dje ka bu 18, vitin e kalu më kon shkollë të mesme. Ai shumë punëtor edhe po punon me vullnet se edhe ka venin ku me shit. Ka produktin e shit sigurt. Po du me thonë si shembull është ai, për të rritë që po thuhet ti, me i përkra, na moj do trajnime, se na vazhdimisht kena moj trajnime. Jena shkue në për panajira, që tash kena me shkue në Itali një panajir, vazhdimisht jena shkue në shkollë Bërënica, vitin e kalum një janar jena shkue në shkollë Bërënica, edhe panajir në Holland. Veç për Bërënica, veç me këqyr, qysh për krasit në Bërënica. A janë shkeny pa krinia për vendit tonë që përdojnë veç me dalë, nëse një është vendit, a janë pokat atje, a ke dëgju që përdojnë janë 3.000 euro, 4.000 euro? Ja, në kom po në qëtë me që jem këthyë pëntor, jën shkue, kanë jetu 2 vjetë dhe jën këthyë apet në të njëjtën firmë dhe në shoki jemi që e ka një kompani. Se nuk ka mujt atje me ja dalë. Këto e ka rogën për shamë 900 euro, nuk ka me pagu asë shqim, asë fitje se fitën e ka shpit vetën, edhe nuk hargjë kurqë. Atje aj vetëm thejke aj personi, se asë ka 200 euro nuk jetë në mujt, mrena mujt me i kursyje. Edhe qështu. Çfarë këshille ja këshille aty njësë për me pas dhe të besim, me hapë diçka të vetën, ose më marë si te që mirësh me Bërënica me diçka tjetër? O krejt Kosova, se nuk ka Kosova hapësira tokave të mëdhaja, si me mjell grunë ose misër ose diçka. Krejt Kosova është vend i përshtatshëm për kultura, fruta, pemë, temta që thonë, perime që krejt Kosova është e përshtatshëm. Se cili rajon, nështë i përshtatet një kulturë, një rajoni pak ma mirë, po kur nuk ka. Unë i kësha thonë rinis me shkue edhe me bu kërkes në qeveri, në për ministri, me një muë, me i përkra, veç një herë, ata që dojnë me punu, veç një përkra e vjen.
Një përkraje e vogël, edhe ata ecën vetë. Nuk ka kur gjë që su shqitë në Kosovë, vitin e kaluar. Hiq. Unë s'ko mujt me ngri kur gjë që mu ka ndash për eksport, nuk kom pas unë e kohë me ngri se në shqitë krejt. Do me thonë ti në cilat tregët e bërë të fiton edhe jashtë vendit apo Po. vetëm me tregun e Kosovës? Jo. Tregun Gjermanisë, Zvicrës, ngrita. Po, ngrita unë e pejt 2017 eksportojnë Zvicrë. Edhe një kompani gjigante, tash llogarite për Zvicrë çfarë kualiteti duhet me konë, ata e kanë të standarde shumë ma të repta se tregut evropian. A jenë do të knoqën me punën tonë ata që Po, i ke dërguar ty? po, u kona e shefi asaj kompanisë, u kona edhe këtu. Vitin e kaluar u kona në qitë fush, e ka vizitua po vetë. Ajo kona i fascinu me atë punë. Edhe unë e jëmë kona atje në fabrikë tina, ku përpërnan aji. Jëmë konë 2 herë atje. Ne kemi një bashkëpunim të mirë, po unë e kam një problem që pikën e grumbullimit nuk po moj me aktivizua. Pse? Pse s'po kam përkraje dhe nuk po kam unë shumë parë me investu të mija. Sa do është me pas për me investu? Po për me kompletu se ajo nuk dënë shumë, më vjen minimum me makineri edhe kompresora, edhe një trafa, ato trafa ndët me bo vetë, se s'po ta bike as kjetë si as kërkush, vetë po dashke. Me 200.000 euro unë e kisha bo ato, edhe veç një herë një përkraje më vjen, kur mo heqë. Po, largë. Nuk ka edhe i kom hup shpresë atë në pejktym për ministrisë, mo nuk bëj kërkë. Jo, se po hupi kohën, me bo letra, po dhëtë me paguë projektin, edhe në të fund po të shkënjejmë pa kërfar arsye, veç me thonë se ja kena nërru tash regullërën, hala pa u shpall ata fitues, e nërrojnë regullat, qesin regullat, tje standardet, difisht të i bojnë, ja pa. Veç me ju përshtat, projekti me ju përshtat që atyne njerëzët vetë. Qka i vjen për shembull një kompanije që qarkullon 20 milion ose 30 milion mrena vjeti, qa monet ministria me një mua ati me 100.000 euro. Aja do këtë haftas që është një pastrim i parash që aty dojnë me zveti edhe e mshelin atë farë punë. Se koka shumë dallavire në këtë? Valla ata tjerë të kanë lonë, qeveritarë tjerë të kanë lonë komën e keqe, edhe tash ky kurti i mirë është, i pastër është, po ka edhe kjo hajnë ato, edhe kjo nuk e din. Nuk e din sa hajnë ati ka nga të vitë. Se je knoqën me që qeverin tash që është? Qeverinë, perfekt, se nuk ka ma të mirë një. Dirë sa s'del diçka ma mirë që kjo ka përkrajen teme. Kur del diçka ma mirë, nuk jena qka me u dashërua në politikanën. Dikush del ma i mirë, me njëherë ka përkrajen, po duhet me dhonat me kallëzue që është dikush ma i mirë. S'mujna na veç për dëshirë tjetër kujna me thonë, jo pe përkrajnë këto si këto. Qështë? Cili ka qenë fitimi ma i madhë ose suksesi ma i madhë gjatë këtyre këtyre viteve që punon? Po, fitimin e madhe kam pas eksport kër kom shqit jashtë. Kom grumbullue, pe fermerve tjerë, kom ble edhe kështu dikush që ka grumbullue. Ato është fitimi ma i mirë është kur e shet me një herë kështu, për shembull një kamion ose 2 kamion, ato fitimi shumë i mirë. Po edhe kështu viti i kalu më konë shumë i suksesshëm. Cili ka qenë vlera më e madhe që e ke fitu ndonjëherë? Apo se? Kom fitua për me një eksport për shembull 100.000 euro. 100.000 euro. A ke mujt me arrit apet atë vlerë? Jo, po ka kësi grumbullues eksportues që fitojnë miliona, se i kanë kushtet e mira edhe... Do me thonë, ty për shkak kushteve... Po, për shkak kushteve. Unë e kom grumbulluar në kontanjera, sikur ndihma që janë. Kontanjera 5 me 6, jo 3 me 6, që ato dashke me hi me i përpunu që ato mrena, me paketue, me pastrua që ato mrena, në temperaturë të ftoftë nuk ke shumë kushte, po qashtu ja kom dalë apet.